64 vjetori në pushkatimit të 64 shqiptarëve nga partizanët në Sopot të Kumanova së është ngritur një plak përkujtimore në përurimin e memorialit. Ata janë gjallë, morën pjesë dhe banorët të fshatit që ishin shpërngulur në Turqi për shkak të presioneve dhe dhunës që ushtroi mbi ta nga regjimi komunist. Me moton ata janë të gjallë, në fshatin Sopot të Kumanovës u bë përurimi i kompleksit memorial të 64 viktimave të pushkatuara më 4 nëntor të vitit 1944 nga ushtria komuniste. Pllaka përkujtimore e shpaluar sot në Sopot hap edhe një faqe në historinë e shqiptarëve për gjeneratat e ardhshme. Sot përvendojmë një pllak në të cilin janë shkruar emrat e martirëve të fshatit Sopot, të cilët dëshmuar u vranë për të mos vdekur më kurrë. Kompleksi memorial është ndihmuar edhe nga komuna e Çajirit. Kreu i kësaj komune Izet Megjiti tha se ky kompleks është mesazh i qartë se mbetemi të palëkundur nga trojet tona. Ky është mesazhi që duhet të shkojë te ata që kanë menduar ndryshe, tha Megjiti. Ndërsa zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi tha se në Sopot po përkujtohet një e kaluar e dhimbshme. Duke përkujtuar këta martir, përkujtojmë edhe historinë e dhimbshme, përkujtojmë edhe dëshmorët e kombit dhe kontribuojmë edhe për historinë tonë. Një popull i cili nuk e njeh të kaluarën e tij, nuk e njeh as të ardhmen e tij. Populli i cili nuk e respekton të kaluarën e tij, nuk mund të ketë edhe të ardhmen të sigurt. Për të marrë pjesë në këtë manifestim, nga Turqia kishin ardhur një numër i madh familjarësh të dëshmorëve. Unë jam i Sopotit. 1938-39 çtu kumletën. 1955 shkova në Turqi. Ama se kum harru vatanin, se kum letën, se kum harru për një ditë. Në këtë manifestim përpos banorëve të Sopotit, fshatrave përreth, të ardhurve nga Turqia, kishte edhe pjesëmarrës nga Kosova, si nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi dhe Shemsi Sylla, zëvendës komandanti trupave mbrojtëse të Kosovës.